kur janë numëruar 94,09% e votave në faqen zyrtare të KQZ-s, Lëvizja Vendvendosje ka rënë në 49,92% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21,15%, derisa Lidhja Demokratike e Kosovës renditet në vendin e tretë me 13,81% të votave. AAK mbetet në pozitën e katërt me 5,83%. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka njoftuar se do të aftoj kuvendin e partisë për të shqyrtuar të gjitha çështjet dhe përgjegjësitë si kryetar. Rezultati i LDK-s nuk është që e kemi pritur. S'është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh, ka thënë Abdigjiku.